Presion gjykatës. Kryeministri nuk duhet flasë për një proces gjyqësor. Me sa duket, me një pjesë nuk kemi kuptuar dhe prandaj jam këtu duke nisur me pyetjen e dini kush e ka ankimuar në gjykatën kushtetuese pezullimin e ministres nga një prokuror dhe një gjykatës. E kam ankimuar unë, natyrisht si kryeministër, jo si Edi Rama dhe natyrisht jo për një individ, një ministër që në këtë rast është edhe zëvendës kryeministër, po për parimin e moscënimit të balancës mes pushteteve, për parimin e mos ndërhyrjes së një pushteti tjetër të pavarur në përbërjen e pushtetit pavarur ekzekutiv, për parimin e mos marrjes kompetencave të kryeministrit dhe të presidentit nga një prokuror dhe nga një gjykatës. Shkurt, kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Pra, unë jam palë dhe flas si palë, nuk i bëj presion askujt dhe nuk flas për një proces gjyqësor që zhvillohet diku dhe nuk ka lidhje me rolin tim. Unë flas për publikun, për një proces që vendos jo për mua si individ, por për diçka shumë më të madhe, për balancën mes pushteteve të pavarura në Shqipëri, për lirinë kushtetuese të kryeministit të Republikës së Shqipërisë për të vendosur për ekzekutivin dhe për përbërjen e tij, për të drejtën ekskluzive të parlamentit për ta miratuar ose jo përbërjen e një qeverie të propozuar nga kryeministri. Dhe jo sot për sot, po dhe për të ardhmen, pavarësisht nga unë, nga ne, nga ata që sot jemi dhe nesër s'jemi në këto detyra. Nëse pezullimi një ministri nga një prokuror dhe një gjykatës sot do të legjitimojë si një drejt e ligjshme e drejtësisë, atëherë shtrirja e krahut gjyqësorit përtej kufirit ndarës me ekzekutivin dhe me vetë jetën politike shqiptare do të krijonte një precedent unikal të rrezikshëm dhe kërcënues, sepse duke i hapur rrugë presioneve politike ndaj qeverisë, destabilizimit institucional dhe manipulimit e ekzekutivit përmes proceseve penale, do të ndodhte diçka që është e panjohur në Europë. Mjafton vetëm të parafytyrosh se çfarë lojash politike në dëm të shtetit, në dëm të ligjit, të qytetarëve, të shoqërisë mund sillte e ardhmja po të hapej kjo vrim e madhe në murin ndarës mes pushteteve kushtetuese në Shqipëri dhe duhet jesh krejt i papërgjegjshëm kashi Shqipërisë, Republikës sonë, për ta lënë të kalojë pa luftuar gjyqësisht në shkallën më të lartë, atë të gjykatës kushtetuese, këtë tentativë antidemokratike. Aq më keq akoma pastaj, duhet jesh krejt i verbuar nga urrëtia politike për ta kthyer edhe këtë konflikt kompetencash mes ekzekutivit dhe gjyqësorit në një konflikt politik, siç bëjnë fatkeqësisht për çdo gjë të mbyturit e kënetës. Ma fakti është se ndërkohë që hidhen përpjet mbi llumin e tyre për ta kapur nga duart e prokurorëve ushqimin për opozitarizmin, në këtë rast nuk e tregojnë dot. Një rast vetëm, një të vetëm në Europë po dhe në botë po duan që u pezulloka antar i qeverisë me vendim gjykate nga një prokuror dhe një gjykatës. E vërteta është se nuk e gjen dot se nuk ka një rast tillë dhe nuk kanë se si dhe ku e nxjerrin, por edhe një të vetëm, sepse pezullimi i një ministri me iniciativën e një prokurori dhe vendim të një gjykatësi është një rrëmbim i kompetencës
së kryeministrit. Përpos kësaj, është edhe absurd, totalisht si koncept. Pse? Sepse de jure quhet pezullim, por de facto, në rastin e ministrit është një shkarkim, të cilin kryeministri duhet thjesht ta formalizoj me që e mendoj prokurori dhe e vendosi gjykatësi me detyrim përcaktim, sepse të pezullosh një ministër nuk do thotë të pezullosh një funksionar publik të cili do nivel. Atë, ndërkohë, mund ta bësh sepse ja bën punën dikush tjetër, por do të thotë ta zgjësosh pa afat një autoritet me fuqi ekskluzive vendimarrëse. Që ta din të tërë, nëse ministri pezullohet, zëvendës ministri nuk e ushtron dot autoritetin ekskluziv që kushtetuta ja jep vetëm ministrit për të përfaqësuar sektorin edhe në Këshillin e Ministrave dhe për t'i propozuar qeverisë vendime thuajse të përjashme për ecurinë e sektorit apo sektorëve. As nuk dua t'i hy fare dokrave dhe teorive konspirative për psen e kësaj betejë ligjore. Se kush nuk do të kuptoj se sa e thjeshtë është, dhe që këtu s'është fjala as për Belinda Ballukun, as për mua e për qeverinë sot, po është fjala për mbrojtjen sot e për gjithnjë të kufive kushtetues mes pushteteve, atëherë nuk ka se si e kupton. Ose pastaj ja do puna e vet dritë shkurtër që të mos e kuptoj. Kështu që për ta mbyllur si palë në proces, që përfaqësoj kryeministrin, jo shtëpinë time, që përfaqësoj interesin shtetëror dhe publik të funksionit tim të përkohshëm, jo interesin vetjak të ministres pezulluar, dua t'i kujtoj tërve një gjë. Detyrimin për të sqaruar opinionin publik lidhur me çështje në interes të publikut, apo me qëndrimet e mia institucionale, unë e konsideroj të panegociueshëm. Qoftë edhe kur bëhet fjalë për një proces apo vendim gjyqësor, për cilin opinioni publik është interesuar të di qëndrimin tim. Dhe prandaj e konsideroj dhe një detyrim të pandalueshëm. Nuk pandalon dot mua askush dhe për asnjë arsye që t'i shpjegohem atyre që më kanë vënë në këtë detyrë. Ndërsa ata që s'kan asnjë ide për mënyrën si unë funksionoj në raport me detyrimet e mia ndaj vendit dhe ndaj atyre njerëzve, mund të thonë çfarë të duan. Mua nuk më mbetet vetëm të përsëris urimin tim që gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë t'ia kursej Republikës Shqipërisë shpikjen e një risie totalisht të pamirëseardhur në historinë e drejtësisë demokratike europiane, apo edhe botërore po doni.